Një përshëndetje për zemër për të gjithë ju, të dashur qytetarë dhe qytetarë që ndiqni këtë bisedë time me ju në rrjetet sociale. Java që shkoi pati si lajm kryelajm shqiptar dhe një nga kryelajmet botërore kryengritën tonë paqësore të 22 marsit, me të cilën shqiptarët i faktuan kombit dhe botës sa ata spajtohen kurrë me vendimet për mbrojtjen e vjedhjeve dhe të korrupsionit të veta dhe të anturazhit të tij të Edi Ramës, sa ata nuk pajtohen kurrë me asgjësimin e sistemit të drejtësisë apo vendosin e tij në kontroll total dhe të plot nga kreu i organizatës kriminale Edi Rama. Protesta pati një ehon të jashtëzakonshme, të menjëhershme, ndërplanetare. Dhe i kam falëndëruar dhe i falënderoj të gjithë ata të cilët u bën zëri i ndërgjegjes së shqiptarëve, zëri i ndërgjegjes së njerëzve të lirë në mbar botën, të cilët nuk mposhtën, nuk nënshtrohen nga një organizatë kriminale me në krye Edi Ramën që vjedh qytetarët e vet dhe mban lidhjet më të ngushta me krimin. Por Java u karakterizua nga një terror i plot i qeverisë, narkoqeverisë mbi mediat, të cilat në tërësi me ndonjë përjashtim të rrallë e zhdukën nga fjalori i tyre në lajme, komente, studio, debate, aferën e tmerrshme Rama Balluku. Mediat në Shqipëri në aktin më të turpshëm dhe më të papërgjegjshëm në histori u përpoqen të rrmojnë, të bëjnë kaos të përbashkët me çdo gjë tjetër vetëm e vetëm që të mbulojnë me grumbullin e fjalëve të tyre vendimet antikushtetuese, grushtin e shtetit që kreu Edi Rama në mbrojtje të vetes së tij, Luj Ballukut dhe hajdutëve dhe lindave të tij dhe hajdutëve të tij të tjerë. Ky përbën një zhvillim jashtëzakonisht negativ për vendin dhe për mbar shqiptarët kudo që ndodhen. Terrori pati aspekte nga më të shëmtuara. Në Beograd 4 shqiptarë u arrestuan sepse njëri prej tyre postoi në Facebookun e tij personal një status me flamur në cilën paraqiteshin portretet e Ismail Qemalit dhe Isa Boletinit me një hartë të vizatuar nga Ismail Morina. Dhe thuashin disa fjalë të papërshtatshme për Serbinë. Në Tiranë, vllau i Vučićit shkarkoi nga detyra njërin nga gazetarët më të pavarur, zërat e pavarur të mediave shqiptare dhe e largoi nga një nga emisionet e shikuara për faktin e vetëm se guxoi
të kritikojnë qeverinë dhe të shprehet se të pyes na thot një vepër të saj që qëndron dhe mori me radhë numroj vepra të shembura apo vepra të zhytura të damkosura në korrupsion. Këto akte, sado që në mijëra kilometra njëra nga tjetra, dëshmojnë një raport shumë të ngushtë të padronit me Argatin në lidhjet e tyre shpirtërore, në përpjekjet e tyre për të qëndruar në pushtet. Por java u karakterizua dhe nga një shpalosje e stilit enverist të qëndrimeve të Edi Ramës ndaj partnerëve tanë, të cilëve ai i kërcënoi apo i sulmoi se mos përmendni drogën e Shqipërisë sepse keni drogën tuaj. Ky akt i shplarit paturpshëm ishte përpjekje e dëshpëruar për të mbrojtur veten e tij mbasi hetimet agjensive më serioze ndërkombëtare e nxjerrin atë si një kryetar të narkoshtetit parë dhe të vetëm në Europë, ndaj dhe u përpoq të mbrohet. Mbasi i vllai i tij qarkullon në dosjen Xibraka si eksponent kryesor i atij klani, mbasi vetë ai ka pritur në zyrë përfaqësues të klani e kartelit më të rrezikshëm në botë që është Sinaloa e Meksikës, pasi ka dërguar me avion të posaçëm në Aruba ministrat apo ka shkuar dhe vetë, këtë nuk mund ta them, për të takuar me drug dealer kryesor të botës, pasi ka emëruar ministra të lidhur ka me kokë me trafiqet e drogës dhe i kanë kapur në flagrancë agjensitë e huaja, pasi ka shtruar në politikë zyrtare mbjelljen e kanabisit në Shqipëri dhe ka shtruar Shqipërinë në lavatrishën më gjigande të larjes parave të krimit në Europë dhe në botë. Ka dorëzuar territorin dhe lejet të ndërtimit këtyre klaneve me të famshmen Adelaida Rocco, zëvendësin e tij në çështjet e territorit dhe të lejeve të ndërtimit, bashkëpunëtorja motër e dy vëllezërve lejtnant kryesor të Suelçelës, pasi është kapur në flagrancë me Ergysagasin e tij, që koordinonte bandat dhe kartelet, që për llogarit kunatit ti Mirte Penj, biznismen në akshin e lindave të tij, tani Edi Rama mendon se do bindë shqiptarët duke sulmuar partnerët tanë.